Inspektoratin Policor të Kosovës, zoti Bardhyl Haxhi Musafa është me ne në studio dhe do të flasim për atë që e paralajmëruam në fillim të këtij edicioni për shirjen e pjesëmarrëve të policisë në vepra të ndryshme kriminale dhe hetimet për këtë raste. Atëherë, zoti Haxhi Musafa, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Zoti Haxhi Musafa, ka një sër hetime shkohet fundit dhe kemi parë shumë pjesëmarrë policisë Kosovës të përfshirë në vepra të ndryshme kriminale, duke nisur nga keqpërdorimi i uniformës e deri te përfshirja e tyre në aksidente të ndryshme. Megjithatë, nëse flasim për rastin e fundit ku 2 ditë më parë këtë javë pati disa arrestime në Mitrovicë të Veriut, në mesin e tyre ishte edhe një pjesëtar i policisë së Kosovës. Për çka dyshohet ky dhe cilat janë masat e marra ndaj këtij pjesëtari? Faleminderit pas për përftesjen, përshëndes ju dhe të televizionit e KTV-s. Po, Inspektorati Policor i Kosovës vazhdimisht është në vazhdën e zhvillimit hetimeve dhe autorizimeve tyre ligjore për përmbushjen e detyrave që rrjedhen nga ligji i Inspektoratit Policor të Kosovës. Dje ka pas ka pas arrestim në Mitrovicën e Veriut, ku bashkërisht, me policinë e Kosovës, me drejtorinë e krimeve të rënda, është zhvilluar një operacion për një grup të cilët janë marrë me trafikim me armëve, edhe në kodër të atij grupi ka qenë edhe një pjesëtar i policisë Kosovës, pjesëtar i policisë Kosovës nacionalitetit serb, i cili ka punu në stacionin policor të Mitrovicës Veri. Ky hetim është zhvilluar fillimisht në drejtim të qytetarëve nga drejtoria e krimeve të rënda, po ndërkohë, gjatë aplikimit të masave të fshehta, është gjurmu që edhe një pjesëtar i nacionalitetit serb, i cili ka qëlluar që të jetë edhe pjesëtar i policisë Kosovës. Andaj, nga drejtoria e krimeve të rënda, Inspektorati Policor i Kosovës është informuar dhe bashkërisht kanë zhvilluar hetime si dhe operacionin për arrestimin e tij. Deri çfarë mase është i përfshirë ky zyrtar, çfarë periudhe kohore ka qenë i përfshirë, sa shqetësuese janë tani veprat që rëndojnë këtë rast? Periudha kohore është mbi 1 vit, i cili është i përfshirë në llojin e kësaj vepre penale. Zyrtari policor është i përfshirë me pjesëtar tjerë të cilët janë nacionalitetit shqiptar, që jetojnë në Mitrovicë, Jug, Veri, komunën e Vushtrisë. Lloji përfshirjes ti është blerja, shitja dhe blerja e armëve në tregun e Kosovës. Dhe gjithashtu nëse flasim për Mitrovicë, 3 ditë më parë gjithashtu Mitrovicë të Jugut ka pasur suspendim, kërkesë për suspendimin e 3 zyrtarëve policor për shkak të përfshirjes së tyre në një formë të çuditshme, kanë ndërhyrë derisa kanë qenë me uniformë, por që pastaj doli që ishte diçka më private, apo çka ndodhi? Ashtu, Inspektorati Policor i Kosovës para 2 ditë edhe ka pranuar inicim të procedurës hetimore nga Drejtoria Rajonale e Policisë Mitrovicë Jug, po ashtu edhe kem pranuar edhe ankesë përmes telefonit nga prindi i personit i cili është arrestuar nga zyrtarët policor. Divizioni përkatës ka analizuar gjithë materialin i cili është referu IPK-s dhe ka ardhur në përfundim se këtu kemi të bëjmë me tejkalim të kompetencave dhe të keqpërdorimit detyrës nga ana e zyrtarëve policor. Me të rast edhe ka rekomanduar suspendimin e 3 zyrtarëve policor lidhur me këtë çështje. Përkundër faktit që vetëm njëri ka ndërhyrë më shumë apo cilat janë rrethanat e situatës? Rasti është në hetim paraprak. Jem në konsultim me prokuristë themelore Mitrovicë. Rasti ka ndodhur në pikat shkurta mund përshikues të juaj, që pas përfundimit të orarit të rregullt punës, 3 zyrtarë policor të uniformuar me veturë private, besohet që gjatë shkuarjes tyre në shtëpi janë dalur afër një rreth rrotullimi ku kanë vërejtur një veturë, e kanë dalë atë veturë duke pretenduar për kundërvajtje, por nuk janë marrë me kundërvajtjen apo vozisjen e veturës, por janë marrë me pasagerët. Edhe ka dyshime se këtu... E që duket që ndalja është e qëllimshme, apo jo tani në këtë faktin? Ashtu, nga hetues të IPK-s shihet që ndalja fillimisht është e qëllimshme, si dhe ka tendenca që kjo është një çështje e mahershme, çështje private mes zyrtarëve policor dhe personit i cili është arrestuar nga ana e tyre. Dhe aktualisht për çfarë vepre penale po flasim apo çfarë dyshime? Nga ana e Inspektoratit Policor kem dyshime për keqtrajtim dhe për keqpërdorim të detyrës zyrtare.
Dhe kur jemi të ndërhyrja zyrtare policor në forma private, kur janë të jashtë detyrës zyrtare, ditë më parë keni pasur edhe një rast në Podujev, apo jo? Ka pasur një poleshje me shqiptarëve, ku më pas ka pasur një ndërhyrje nga ana e policisë, por që më pas, sipas të dhënave dhe rekomandimit të inspektoratit për suspendim, thuhet që është rekomanduar suspendimi zyrtar për shkak se nuk e kanë raportuar fare rastin. Ashtu, në Podujev kjo është rast pak më herët që ka ndodhur, aty janë të arrestuar 3 zyrtarë policor. Fakt ka ndodhur një përleshje, zyrtarët policor kanë qenë jashtë detyrës zyrtare duke shkuar në punë, kanë has tek ajo përleshje, nuk e kanë raportu përleshjen, po ashtu edhe nuk e kanë ndalu personat të cilët kanë qenë të përfshim në atë përleshje. Po manej këtu gjatë hetimit kemë vrejt ka edhe probleme tjera që njëri prej zyrtarëve policor, edhe pse ka pranu një provë materiale nga viktima e kësaj përleshjes, nuk e ka raportu tek mbikëqyrësi i tij për që e njëjta të procedohet për prokurorin dhe hetim të mëtejmë. Dhe zonja Gjimosava, tani kur i shohim këtë raste, a është e qartë se në cilat raste kur policia është jashtë detyrës ka kompetenca të ndërhyjë kur sheh një rast që po ndodh në trafik ose ku do shoh një krim? Si duhet të ndërhyjet kur policia është jashtë detyrës zyrtare, por e ka uniformën ose edhe në rastet ku nuk e ka uniformën? Ashtu, zyrtarët policor janë në detyrën 24 orë. Edhe kur hasin në ndonjë kundërvajtje, në ndonjë zhvillim të veprës penale apo në ndonjë subjekt në tentativë duke kryer veprën penale, ata janë të detyruar që të ndërhyjnë dhe të ndërmarrin masat paraprake, por njëkohësisht edhe që të informojnë njësitë relevante të cilët janë gjatë ushtrimit të detyrës në atë kohë. Dhe çka tregojnë tani këto dy raste paktën vetëm këtë vit? A tregojnë që policia nganjëherë kryen hetime të selektuara, nuk i trajton rastet kur ka të përfshirë pjesëtarë të policisë në forma të tjera private ose ka të bëjë me familjarë të tyre? Tani a ul kjo besimin ndaj policisë ajo këto raste që tregojnë dhe këto? Këto janë rastet izolume, janë rastet individuale, po me qenë se Inspektorati Policor i Kosovës veç është duke u marrë me to, edhe ka has edhe në bashkëpunimin e qytetarëve që të raportojnë këto raste, nuk besoj që ullë nivelin e besimit në policinë e Kosovës, sepse janë raste të izoluara dhe raste të cilat trajtohen dhe nuk harrohen që të mos trajtohen. Ndërkohë së fundi në media është publikuar edhe disa pamje të ku prindërit e një vajze në Gjilan, nëse nuk gaboj, pretendojnë se ka pasur keq trajtim nga ana pjesëtarëve të policisë. A keni informata si IPK për këtë rast dhe çka po ndodh me këtë rast? Po, pikërisht Inspektorati Policor i Kosovës sot ka vrejt në mediat një prej portaleve vendore, që është publiku një video ku një 19 vjeçare, si që thuhet në gazet, është keq trajtuar nga zyrtarët policor. Me njerë, Departamenti për Menaxhimin e Ankesave ka udhëzuar hetuesit e saj që të procedohet materiali në Inspektorat Policor, të analizohet dhe të shohim se a kemi elemente të veprës penale për hetim të mëtejmë. Dhe më pas do të ketë masa në rast se shihet që ka dyshime për keqpërdorim? Nëse ka dyshime edhe vërtetohet se ka keqpërdorim nga ana e zyrtarëve policor apo kemi tejkalim të kompetencave të tyre, atëherë do të ndërmiren masat administrative dhe masa tjera me prokurorinë. Zonja Gjimosava, kur flasim për rastet këtë vit, keni pasur gjithashtu pjesëtarë policisë e Kosovës të përfshirë në një aksident këtë vit ku 3 persona kanë humbur jetën. Çka ka ndodhur me këtë rast, si kanë përfunduar hetimet apo janë ende në vazhdim? Është aksidenti i cili ka ndodhur në Prishtinë, që është rasti më i frikshëm. Është zyrtari policor me pas analizimit video incizimeve, në skicave të vendin ngjarjes edhe ekspertëve të komunikacionit, vjet në përfundim që përgjegjësia e aksidentit është e zyrtarit policor. Momentin që përgjegjësia është vërtetuar se është e zyrtarit policor, zyrtari policor është arrestuar nga ana e Inspektoratit Policor të Kosovës me vendim të prokurisë themelore, është dërguar në mbajtje, njëjtit po ashtu i është shqiptuar masa e paraburgimit për 30 ditë. Po ashtu është suspenduar me pagesë për 50% page, njëkohësisht kur përfundon edhe gjykimi apo hetimi me ngritjen e aktakuzës nga ana e prokurorisë, atëherë është edhe kompetenca e Inspektoratit Policor të Kosovës edhe hetimi administrativ apo hetimi disiplinor që bën nga ligji i Inspektoratit Policor. Dhe aktualisht nëse flasim për të gjitha rastet që jeni duke i trajtuar si IPK, sa raste keni duke i trajtuar ose duke hetuar pjesëtarët e policisë së Kosovës dhe kryesisht për cilat vepra më të shumta?
Gjatë vitit 2024, në Inspektoratin Policore Kosovës, gjithsej janë procedu 2026 ankesa, mos t'jem kështu me numrat sakt. Me përqindje janë diku në rreth 34% të këtyre ankesave që kanë elemente të veprës penale dhe që janë procedu në departamentet time për hetim të mëtej. Ndërsa pjesa tjetër rreth 64% janë procedu për hetim disciplinor pranë drejtorisë të standardeve profesionalit të policisë Kosovës. Lloje më i shpeshtë i vepra penale të cilët hasim në inspektorat policor të kryera nga pjesëtarët e policisë Kosovës janë keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, janë keqtrajtimi gjatë ushtrimit detyrës, kanosja, sulmi, lëndimi letropor, lëndimi rëntropor dhe shkaktimi rrezikut përgjithshëm dhe rrezikimi i trafikut publik. Po, a kemi raste për përfshirjet policëve në vepra më të mëdha kriminale, pastaj komandant të stacione policore për shembull, njësi të tjera? Kemi raste. Korupcion, rishvet, dhunë familje, për shembull, qeni duke i trajtuar aktualisht? Kemi raste të keqpërdorimit detyrës ku përfshihet korupcioni, falsifikimi, manipulim me prova. Po, dhe këto raste janë ende në tema. Ka raste tjera të cilat kanë përfunduar, për shembull me akt akuza dhe në cilat raste zonja Xhi Musafa nuk mund të kthejnë këta pjesëtarë më ta bëjnë detyrën e polisit. Po, ta marrim për ilustrim rastin të njohur pika 1 dhe pika 2. Tani edhe për rastin pika 1 dhe për pika 2, Prokuria Speciale e Republikës Kosovës ka ngritur akt akuzë dhe ka referuar gjykatës kompetente për gjykim, ndërsa Inspektorati Policor Kosovës në kuadër të mandatit vetë ligjor për rastin pika 1, ku janë të përfshirë diku rreth 40 pjesëtarë të policisë Kosovës, ka filluar qysh në fund të vitit 2024, ka filluar hetimin disiplinor për shkeljet të rënda disiplinore, ku ka përfunduar hetimin disiplinor në kuadër të mandatit ligjor dhe ka rekomanduar drejtorit të përgjithshëm të policisë për 34 zyrtarë policor, ka rekomanduar ndërprerjen e marrëdhënies punës. Kjo është një për rasteve ku përfundon hetimi, ngritet akt akuza nga prokuroria, rasti referohet në gjykatë dhe në bazë të kompetencave që burojnë nga ligji Inspektoratit Policor Kosovës, atëherë ndërmirret edhe hetimi i raste në aspektin administrativ. Dhe në raste të tjera ose në përgjithësi, kemi dhëna sa pjesëtarë policisë së Kosovës më nuk janë pjesë e policisë për shkak të përfshirjes në këto vepra penale dhe kanë përfunduar edhe me aktgjykime? Nuk kemi raste të sakta, po ka shumë raste që përfundojnë me aktgjykim, që përfundojnë me rekomandim për ndërprerje të marrëdhënies punës, ku këto raste janë kompetence drejtorisë standardeve profesionale që në aspektin administrativ hetohen nga ana e tyre, dhe në momentin që përfundon hetimi rekomandohet te drejtori i përgjithshëm masa disiplinore, në përfundim të saj informohet edhe Inspektorati Policor Kosovës dhe evidentohen si raste të suksesshme me përfundim. Po, dhe për juve si Inspektorat Policor, a shqetësuese përfshirja dhe numri pjesëtarëve të përfshirë në këto vepra penale dhe nëse krahasojmë me vitet, ndër vite, a ka ulje të këtyre veprave apo ka ngritje? Çka po tregojnë ankesat edhe rastet? Ankesat, duke marrë parasysh vitin 2024, i referohem gjatë vitit 2024, kem ngritje të ankesave, do në thënë të qytetarëve të cilat i drejtohen Inspektoratit Policor të Kosovës me ankesa përmes postës elektronike, telefonit, stacioneve policore apo edhe vetë në inspektorat. Kjo është si shenjë e ngritjes së besimit të Inspektoratit Policor të Kosovës tek qytetarët, ndërsa kem tendencë të uljes të kryerjes së vepra penale të natyrës më të rëndë si keqpërdorimi i detyrës zyrtare nga ana e zyrtarëve policor të Kosovës. Dhe zonja Xhi Musafa, krejt në fund, nëse mund shkurt, keni pasur inspektimet të disa stacioneve policore për mënyrën se si janë menaxhuar pozitat sa i përket dhënies së detyrave, ndarjes së detyrave në punë dyshore të pjesëtarëve të policisë së Kosovës. A ka nga departamenti juaj hetime pas këtyre inspektimeve të bëra dhe çka tregojnë këto inspektime? Po, si që dini, në kuadër të Inspektoratit Policor Kosovës funksionon edhe departamenti inspektimeve. Është një inspektim i tillë i cili ka përfundu. Inspektimi ka filluar, është inspektimi i jashtëzakonshëm i cili ka filluar me autorizim të kryeshefit të Inspektoratit Policor të Kosovës. Departamenti i inspektimeve ka ardhur në përfundim dhe ka rekomanduar një pjesë të
këtij inspektimi që ka vend për hetim nga Departamenti i Hetimeve, materialin ka referuar tek Departamenti i Hetimeve, ku Departamenti i Hetimeve ka iniciuar rast për keqpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar nga Ndaj kujt? ndaj personave përgjegjës të cilët miren me pjesën e punës dytësore që lejojnë se për të kryet puna dytësore nga pjesëtarët e policisë duhet të kenë leje të veçantë, miratohet leje e veçantë dhe kanë hasë që janë jashtë standardeve të kërkuara apo jashtë A ka rregullave. shumë pozita të tilla që janë ndarë në këtë formë se si janë menaxhuar këtu apo se? Hetimet sapo kanë filluar dhe besoj që do dalim me një rezultat konkret se kush edhe çka është i përfshim në këtë çështje. Atëherë ju falenderoj shumë që ishte sot këtu me ne. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Dhe edicionin e sotëm të emisionit 60 minuta